Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë. Me avionin e vllajt të tij Erdogan, Edi Rama ka fluturuar për në Tel Aviv për të takuar kryeministrin Benjamin Netanyahu, atje dhe për të folur për besën e shqiptarëve. Shqiptarët, një popull madhështor, i mahnitshëm sipas Benjamin Netanyahus, i cili ka mbrojtur hebrejt në luftën e dytë botërore, një ishull i paqes në oqeanin e ferrit të madh, e quajtja e Shqipërinë në kohën e nazizmit dhe të nazistëve. Ndërkohë Rama ka shpejtuar të tregojë atyre historitë e të parëve të shqiptarëve, duke u treguar se ata ishin të gatshëm të dorëzojnë Floririn përpara se të dorëzojnë hebrejt. Të dy liderët dhe përfaqësuesit e Shqipërisë dhe të Izraelit, të ngarkuar me superdosje të mëdha korrupsioni, krimesh kundër popujve të tyre. I pari me dosjen e shpopullimit dhe të shkatërimit të shqiptarëve, të cilët për 13-14 vite në pushtet i paksoi me 800.000 deri 1 milion shqiptarë. Disa thonë edhe 1.200.000. Shqiptarë kanë braktisur Shqipërinë nga qeverisja e super korruptuar e Edi Ramës dhe e rilindjes, me gjysmën e qeverisë në burg dhe me zvendës kryeministrin e kërkuar nga SPAK-u, i mbështetur nga amerikanët dhe Bashkimi Evropian. Kërkon të bëj shohun e fundit në Tel Aviv dhe të derdh lotët e fundit të krokodilit tek muri i lotëve atje në Jeruzalem, me kapelën tradicionale hebreje. Ka shkuar tek muri i lotëve dhe atje brenda ka hedhur një letër. Letra e urimit të madh të Ramës. Ka shkuar tek muri i lotëve atje ku hebrejt shprehin dëshirat e tyre të mëdha, për të shprehur dëshirën e tij të fundit. Nëpërmjet Netanyahus, synon të shkojë tek Donald Trumpi dhe të mbri atje, të kërkoj amnisti për Washingtonit dhe të blej kohë, të blej pushtet tek Donald Trumpi, i cili nuk ja ngre telefonin, nuk e pret, nuk e thërret, nuk e thiri as në Davos, por që nëpërmjet Tony Blairit i gjeti një mundësi për t'i çuar një ftesë të cilën i e shkroi shumë liderëve të botës për të gjetur legjitimitet për bordin e paqes. Shkoi kryeministri shqiptar, kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, Edi Rama, tek Netanyahu, i cili i ka dyert e burgut të hapura në Izrael, njëjtë dhe ai si Edi Rama, për korrupsion madhor dhe për vepra penale të cilat i ka dyert e burgut të hapura. Burg për të cilin ai u detyrua të hap luftra dhe të shkaktoj tensione të mëdha, vetëm e vetëm që qeveria e tij të mos bjerë. Të dy pra kishin nevojë për njëri tjetrin. Edhe Edi Rama kishte nevojë për Netanyahun, sepse ju a kam thënë që është e vetmja rrugë për të shkuar tek Trumpi. Edhe Netanyahu kishte nevojë për Edi Ramën për të shitur në Izrael imazhin e një lideri të fortë, i cili ka legjitimitet dhe mbështetje, nga lideri i një vendi të cilin Netanyahu e quajti përfaqësues të muslimanëve. 4 herë në fjalimin e Benjamin Netanyahus në Knesset u përmend fjala muslimanët shqiptarë që mbrojtën hebrejt. Muslimanët shqiptarë ishin ata të cilët qëndrojnë larg terrorizmit, janë të moderuar, janë mendjehapur, janë të paqët, janë të dashur, janë mikpritës, kanë burrni, kanë besë dhe kështu prandaj i mbrojtën shqiptarët. Madje muslimanët shqiptarë janë përtej asaj që tha Netanyahu, sepse u dërguan atyre atje në Tel Aviv një kryeministër të pafe.
Kryeministri I cili bredh nga katolikun ortodoks në lider muslimanësh, në vlla të Erdoganit, në vlla të Netanyahus, në vlla të Muhammed bin Zayedit dhe në vlla të Trumpit dhe të Sorosit, në vlla të Giorgia Melonit dhe në vlla të Tony Blairit. Ne muslimanët shqiptar, bashkë me vëllezërit tanë katolik dhe ortodoks, pas një diskutim. Në Shqipëri dhe në Dardani, në Kosovën, ku nuk e përmendi Netanyahu, mbase, për t'i mbajtur ndonjë hatër Serbisë dhe Beogradit me të cilën po bën një aleancë të madhe të re në rajonin e Ballkanit, një lloj si vëllai I Vučićit në Tiranë Edi Rama. Netanyahu kujdes të përmend 5 herë muslimanët shqiptar në fjalimin e tij në Kneset, por nuk e përmendi Kosovën as vllazërit tan ortodokse katolik, të cilët pa asnjë diskutim do t'i mbronin dhe I ka mbrojt hebrejt bashkë me vëllezërit e tyre musliman, një lloj siç e kanë bërë muslimanët. Madje dhe përmendja e tyre do të ishte e mirë. Ne të gjithë shqiptarët I mbrojtëm hebrejt. Por Benjamin Netanyahu nuk e ka mendjen tek Shqipëria. E ka mendjen tek kauza e tij. Legjitimimi I krimeve të tij ndaj popullit të pafajshëm në Gaza, duke krijuar kupol mbrojtjen e një vendi me shumicë muslimane. Ky ishte qëllimi I Netanyahus. Ne e kemi dënuar vrasjen dhe dhunën e ushtruar ndaj civilëve në Izrael dhe kemi dënuar edhe genocidin e pamëshirshëm, vrasjen e mira fëmijëve dhe grave dhe pleqe, vrasjen e të cilëve Edi Rama sot bashkë me mikun e tij Netanyahu ia faturuan të gjithë barbarëve të Hamasit. Të dy kishin nga një hall. Të dy kishin nga një nevojë për të legjitimuar. Të dy kishin nga një hall për të mbuluar çështjet e veta. I pari po qandë sepse nuk po mbrin dot në Departament Amerikan të Shtetit. I dyti në Tel Aviv I ka duart e mbuluara me gjak fëmijësh dhe grash të pafajshmish dhe shkon dhe mbaskohet pas atyre që ai quan barbar dhe harron barbarinë e tij, duke përmendur vetëm barbarinë e barbarëve. Kjo është e padrejtë dhe bota është e padrejtë. Ne nuk do të presim ndonjë gjë të madhe, sepse kjo botë është e padrejtë. Sepse kodet e vlerave të burrnisë, të nderit, të civilizimit, të qytetërimit, të shpirtit të shqiptarit, musliman qoftë katolik apo ortodoks, ne të gjithë jemi vëllezër dhe na bashkon Shqipnia. Por Benjamin Netanyahu kishte një hall tjetër. I duhej një çadër muslimane për të legjitimuar krimet e tij atje dhe vrasjen që I ka bërë popullit të pafajshëm në emër të hakmarrjes ndaj barbarëve të Hamasit. Siç tha ai, sikur historia e krimeve kishte filluar në 7 tetorin kur barbarët sulmuan civilët izraelit. Nakba filloi në 1948, por Bibi nuk I kthehet historisë se këto punë janë delikate dhe të komplikuara dhe na prishet skema. Aq më pak Edi Rama, kryeministri I pafe, që prodhuan me kaq shumë dhimbje muslimanët, ortodoksët, katolikët dhe ateistët shqiptar. Ja dolëm barbarisht të shkatrojmë vendin ton dhe të krijojmë dhe të prodhojmë kryeministrin më të pafe që kemi patur ndonjëherë, më të paburr, më të pander, më anti-shqiptar që kemi patur ndonjëherë në të gjithë historinë e kombit. I mori shqiptarët 3.2 milion banor, I ka çu 1.8 milion banor për 14 vjet. Me një urrejtje patologjike
dhe me një dashuri të theksuar për Beogradin, aplikoi për 14 vite rresht planet o gurzeza të makinerisë serbe të Vaso Çubrilovicit. Shqiptarët nuk ka më nevojë t'i eliminojnë, t'i vrasin apo t'i masakrojnë. Në krye të tyre do të vënë politikan anti-shqiptar që i urrejnë shqiptarët dhe ata do t'u anëzinë jetën atyre dhe do t'i përzënë nga të rrojët e tyre. Ky ishte binomi Rama-Netanyahu sot. Shqiptarët janë populli i burrnisë, i besës, i mirësisë me muslimanët, ortodoksët dhe katolikët. Ne nuk jemi për të mburr, se e kemi dosjen e mëkateve më të madh se koka jonë. Nuk jemi për të mburr se po lejmë kombin na zhduket. Nuk jemi për të mburr se jemi të paaftë të ndalojmë një grusht barbarësh anti-shqiptarësh të na lënë pa shtet, pa komb. Nuk jemi për të mburr vëllezërit e mi që më ndiqni dhe më shihni. Nuk kemi ku më çat mburremi, sepse nuk po jemi të aftë organizohemi dhe të shporim një grusht hajdu të shkuqetra. 5 oligark, 10 politikan, 7 media, 10 portale. Këta po e shpartallojnë Shqipërinë. Edhe pse si jemi për të mburr, ne ja dolëm të prodhojmë një kryeministër i cili shkoi dhe u krenua me ne tek Bibi Netanyahu, i cili kishte vetëm një qëllim, të krijonte legjitimitet brenda në Izrael, në lindjen e mesme dhe në arenën ndërkombëtare, që një vend muslimanësh, siç ka dëshirë Bibi ta quajë Shqipërinë, erdhi dhe po nderohet në Izrael, pra Izraeli nuk ka asnjë problem me muslimanët. Ashtu qoftë, Bibi. Dhe ne nuk duam asnjë problem. Me hebrejt 600 vite jetuat paqë. 600 vite jetuat në paqë. Me muslimanët e me arabët në kohën e perandorisë. Kur Osmanët kontrollonin ato rajonet dhe kur ishin në zotërinë të lindjes mesme dhe të perandorisë së tyre. Sot Bibi i përmendi Edi Ramës se shqiptarët janë një popull që kanë luftuar kundër turqve. Dhe kjo ishte heqja e tapetit që Benjamin Netanyahu i bëri Edi Ramës nga këmbët poshtë për t'i hequr nga rruga Erdoganin Osman, otomanin e Ankaras, me të cilin Bibi Netanyahu ka hesape për të larë, qoftë për llogaritë të Gazës, qoftë për llogaritë të planit për Izraelin e madh, në lindjen e re të mesme. Bibi i tha Ramës, i tha e dushit, se kur ja themi Netanyahus emrin me përkëdheli Bibi, këtij do t'i themi e dushi. Bibi hebre dhe e dushi i pa fe, i cili shpopullon popullin e vet, u takuan sot dhe u morën vesh me kode. I pari kishte ardhur në Tel Aviv me avionin e vëllait Erdogan, i cili kujdeset shumë që të ndalojë genocidi ndaj vëllezërve të tij në Gaza. Ndërsa i dyti i tha që ju dhe ne, hebrejt dhe shqiptarët, kanë një luftë të përbashkët dhe një llogari të hapur me turqit. Si për t'i thënë Ramës që është koha të ndalesh dhe të ndahesh nga Erdogan dhe nga aleanca që ke me të, në qoftë se do të jesh në anën tonë, sepse shumë shpejt edhe me Turqinë do të lajmë hesapet. Ishte i emocionuar Netanyahu në sallën gjysmëbosh të Knesetit, me disa lobistë që qëndronin te katet e sipërme, me mjekër bojtkuqe që rrinë dhe bredhin nëpër Tiranë, bëjnë ndonjë biznes, herë edhe ndonjë dallaver, herë edhe ndonjë lobim për llogari të pafet
njeriu të pafe që kemi në Surel, edit të rilindjes. Shqiptarët musliman, ortodoks dhe të krishterë vazhdojnë të ruajnë të njëjtat kode gjenetike, të genet e tyre, të gjaku i tyre, me Mirditor e me Shkodran, me Kuksian e Dibran, me Tirans e Dursak, me Korçar, Firak, Lebër, me Përmetar, Gjirokastrit e Sarandiot, me Çam e Dardan, me Iliridas dhe me Malsi, vazhdojnë ende sot të hutohen në për Ballkan me dhimbjen e tyre të madhe të zhdukjes dhe të zhbërjes. Vëllezërit e mi nga Maqedonia e Veriut, nga Ilirida, po më shkruajnë çdo natë dhe më thonë, po tretemi Kreshnik, ngrini zërin për ne. Nga Lugina vëllezërit tanë më shkruajnë çdo natë, po na tresin serbët Kreshnik në Lugin, dhe me zi që po presim të zhdukemi dhe të aratisemi, ngrini zonin për ne. Kritika dhe shuplaka më vinë nga Malsia e nga shqiptarët e Malit Zi, nga Ulqini e Tivari, ç'ke o Kreshnik Osmani që nes na përmen asnjëherë me gojë. E ku të përmend unë i shkreti më parë, këtë përmend unë i shkreti më parë, këtë përmend unë më katari më parë. Kur Shqipnia nuk ka qenë në dorë të anti-shqiptarisë më shumë se sot. Unë mbrëm i çova një mesazh qeverisë së Izraelit dhe ambasadës së Izraelit nëse na ndjekin. Unë jam i sigurt që na ndjekin, jo vetëm ata, po shumë ambasadat të tjera dhe agjenci të tjera, të cilat mbajnë shënimet respektive. Populli shqiptar, me muslimanët që ka dëshirë Bibi, dhe me ortodoksët dhe katolikët, me Dardanët dhe Iliridasit, me Gegët dhe Toskët, me Shqipninë e Mesme, me Iliridasit, me Luginën dhe me Malsin, me diasporë dhe çka, vazhdojnë ta kenë të trashëguar genin e besës dhe të burnisë, fatkeqësisht për çdo tjetër përveç se për njëri tjetrin. Populli më interesant në botë pas kemi qenë, i dhan besë e burni gjithë botës, e s'po mujtim me i dhon besë e burni njëri tjetrit. Po shkatrojmë njëri tjetrin, po ham njëri tjetrin, po i ngulim njëri tjetrit thika mas shpine për pushtet, dhe nuk po ja dalim të zbresim nga froni zullumqarët e mëdhej të këtij kombi, krijesat më anti-shqiptare që e majnë Shqipërinë peng. I tham mbrëm qeverisë së Izraelit përpara se të shkonte Edi Rama në Kneset, që janë shqiptarët ata të cilët i kanë mbrojtur hebrejt dhe do ta bënin sërish, edhe sikur t'u jepej 1000 herë mundësia dhe sikur t'u rrezikohej edhe 1000 herë jeta. Do ta bëjnë jo sepse kanë nevojë për lob në Washington që të na shpëtojë nga dosja me Gonigal dhe nga spaku i Tiranës që ha kamxhik të Washingtonit dhe kërkon kokën e Belinda Ballukut një herë në parlament e një herë në kushtetuese. Edi Rama, i tham izraelitëve dje, është kryeministri i pa fe i një populli musliman, ortodoks, katolik dhe me ateist brenda, i cili ka hallet e tij. Dhe mos e ndihmoni këtë anti-shqiptar që të ngjitet tek barka e Donald Trumpit dhe të fundos një herë për gjithmonë Shqipërinë. Ky ishte apeli im mbrëm për popullin e Izraelit, për hebrejt, të cilët duhet ta dinë se monedha e nderit dhe e moralit që përdorën dy të pandershëm sot në Tel Aviv, Edi Rama, i cili shkoi
dhe kujtoi viktimat e barbarisë së Hamasit, por nuk tha asnjë fjalë për viktimat 9 muajshe, për gratë e pleqt e Gazës, të cilët i qau me lot. Europa e krishterë, Amerika e krishterë, India budiste, Kina budiste dhe e gjithë qytetërimi dhe raca njerëzore që kanë i pik gjaku në vena dhe kanë i pik turpi në fytyrë dhe kanë i pik cipe në civi. Ju kërkojnë ndjes populli mik hebre, edhe si kur 1000 jetë të na jepen, do t'i rrezikonim ata për t'ju shpëtuar sërish nga barbaria dhe nga barbarët. Por ne nuk mund të heshtim. Nuk mund të heshtim përballë krimeve që i ka bërë çdo kriminal i juaj apo i yni ndaj popujve të vet. Edi Rama shkoi sot tek muri i lotëve dhe urdhëroi lukunin e mediave të oligarkëve hajdut në Tiranë për të mbajtur stekën lart. Një lloj si mashtrimi me bordin e paqes, i ftoi ata të mysin shqiptarët me helmin e propagandës se Edi Rama u prit me nderimet më të mëdha në Izrael. Mediat kryesore izraelite as kanë shkruar fare për ardhjen e tij dhe gjysma e Knesetit ishte bosh. Sepse në Izrael nuk i han dokrat e hinit që u ashet kryeministri i korruptum që vjen nga Shqipnia me dosjen Tiranë e dosjen Washington e me një qeveri në burg. Vazhdon të rri aty, sepse nuk ka opozit dhe është i marrur vesh me shokët e tij dhe me ortakët e tij në opozit. Dhe bashkarisht kanë dalë po derdhin lotët e fundit, sa tek muri i lotëve në Izrael, sa tek muri i lotëve të sheikut Muhammed bin Zayed në Emirate, sa tek muri i sarajeve të Ankaras në Stamboll, dhe sa tek muri i Mitsotakisit në Athinë, dhe sa tek muri i Giorgia Melonit në Rom, duke derdhur lot krokodili, shpopulluesi i popullit të tij, i pafeu Edi Rama. Sepse po të kishte pat një fe, të kishte qenë katolik si që thot, do kishte burnin e fishtës, të kishte qenë ortodoks, do të kishte burnin e fanolit apo të çdo lloj ortodoksi patriot në këtë vend. Po të kishte qenë musliman, do kishte burnin e Hasan Prishtinës, Izboletinit, apo çdo muslimani tjetër. Qelloi i pa fe, dhe paradoksalisht, një popull që besoi herë Muhamedin e herë Krishtin, herë me fishtën e herë me Vebi Dibrën, herë me Nën Terezën, herë me Sabri Koçin, herë me Nolin, shkuan tek Zoti secili me rrugicën e vet dhe me formën e vet, por me i dashni të palkundur për Shqipnin. Fjala e tyre e fundit dhe e parë ka qenë Shqipnia. Ndaj than, mos shikoni kisha e xhamia, feja shqiptarit është shqiptaria. Ata nuk ishin kundër Zotit, as kundër kishës, as kundër xhamis. Ata ishin kundër të pafeve, të cilët do të përdornin kishën dhe xhamin për me ndash shqiptarin dhe për me i përqash shqiptarët, ashtu si që bëri i pafeu që shkoi na prezantoi sot në Tel Aviv dhe shkoi të qaj tek muri i lotëve për t'i futur një letër të vogël Donit Bjondit të Washingtonit, mesazhin të cilin ja çoi drejt për së drejti me Benjamin Netanyahu, që tha, do t'i them miku Trump për mikun tim të madh Edi, se sa krenarja mund për ta. Shkoi Edi
për të marrë dhe për të shitur burrnin, qëndresën, nderin dhe besën e gjyshërve tuaj dhe gjyshërve të mi, shkoj e mori dhe nxori në tregun e pazarit dhe gjësë gjallë në Tel Aviv, për të blerë pushtet, për të blerë mbjetesë, dhe qau me lotët e fundit me kapuqin hebre mbi kokë, atje tek muri i lotëve në Jeruzalem, në kërkim të shpëtimit nga doni i Washingtonit, në kërkim të shpëtimit dhe të një karrigeje të re, jo vetëm tek bordi i paqes, por tek bota e re që po lind. Është i tmerruar nga mungesa e komunikimit me Washingtonin. Është i tmerruar nga koka e ballukut që ja kërkon spaku me ngulm, ndaj po bën lëvizjet e fundit, ku të mundet dhe si të mundet, që të blej mbjetesën e tij derisa të na zhbëj si komb dhe të na shpopulloj përfundimisht. Populli mik hebre, në qoftë se keni ende një fije respekt për këtë popull shqiptar që nuk ju dorëzoi tek makineria vrasëse e nazizmit, refuzoni dy gënjeshtarët e Jeruzalemit dhe Tiranës, gënjeshtarin e Tel Avivit dhe gënjeshtarin e Tiranës, sepse lotët e Bibit janë për qëllimet e pushtetit ti, dhe lotët e Edi Ramës s'kan të bëjnë as pak me Davidin, me Mojsiun, a me rabinët tuaj, ka të bëj vetëm me pushtetin dhe me karrigen pa cilën ai nuk jeton dot, dhe me cilën po zhbën nga faqja e dheut, një nga kombet më fisnik, një nga kombet më paqedashës, një nga kombet më liridashës në botë, popullin shqiptar, i cili është nga të rrallët popull dhe kombe në botë që nuk ka në historinë e vetë as një luftë sulmuese dhe as një pikë gjaku të derdhur në sulm ndaj të tjerëve, historikisht ka derdhë gjak për të mbrojtë veten, për të mbrojtë territoret, për të mbrojtë historinë, për të mbrojtë kulturën, për të mbrojtë burrnin, për të mbrojtë nderin, për të mbrojtë gjakun, për të mbrojtë trashëgiminë e tyre gjenetike, bashkë me besën e cila fshihet thellë kodeve të tyre gjenetike dhe trashëgohet sot në formën e saj më të çmendur. Besa, ky portek ari të cilin e trashëgojmë të genet tona, trashëgohet sot në formën më barbare të mundshme, sepse kemi përfunduar një popull i rënë në dashuri me vrasësit e tyre, me shpopulluesit e tyre, me grabitqarët e tyre, me shpopulluesin e tyre, dhe i japim besë atyne që nuk meritojnë besë, i japim besë Edi Ramës dhe një lukunie hajdutësh të fshehur tek partitë e tjera, qoftë në majtas, qoftë djathtas, që ishin pjella të Partisë Punës në 1991 dhe që kishin vetëm një plan, vazhdimsinë e pushtimit të Beogradit ndaj Shqipërisë prej 1945-s, kur Popoviçi me Mugoshën themeluan Partinë Komuniste Shqiptare, e deri më sot për 80 vite rresht nuk na kanë lëruar për asnjë ditë. Sot ka ardhur dita, vëllezër dhe motra shqiptar, të ndryshojmë kuptimet tona, të flasim të vërtetën dhe realitetin ashtu siç është, nëse doni më shpëtu në këtë oqean të madh të lojës kombeve, në këtë pikë të rrezikshme që po kalon bota në këtë moment. Kur mos kini frikë se e vërteta do t'ju le pa bukë. Kur mos besoni se e vërteta do ju prishi karrierën. E vërteta vetëm se do ju ngrej aq lart, sa shpesh mushkrit tuaja nuk do ta përballojnë dot më të marrin frym.
oksigjeni që do të bombardoj mushkëritë tuaja me liri, do t'ju zbukuroj fytyrat tuaja dhe së bashku me kodet e besës dhe të burnisë që i trashëgut me dhunë nga historia tek thellësitë e geneve tuaja, ndërtohemi dhe t'i japim grushtin kësaj klase politike barbare anti-shqiptare, e cila tenton të blejë në tregjet dhe pazaret ndërkombëtare të lojës kombeve, nga Tel Avivi në Washington, nga Ankaraja në Abu Dhabi, nga Roma në Athinë, nga Londra në Bruxelles, kërkojnë të blejnë liri, pushtet, karrige dhe pushtim për këtë popull madhështor, i cili po përjeton krizën e tij më të thellë të historisë. Kjo ishte vizita e Edi Ramës në Tel Aviv. Kjo ishte skema e Netanyahus, kjo ishte skema e Edi Ramës. Por hebrejt dhe Izraeli nuk janë pronë e Netanyahus dhe Shqipëria nuk ka për të qenë kur pronë e Edi Ramës. Edhe si kur ta prek qiellin e 7 me dorë, ky vend është shumë për ty, Edi Rama, dhe për zuzarët e tjerë ortakët e tu në opozit. Është shumë Shqipëria për ca të pabesë si ju, dhe mendimin e shqiptarëve të neshëm, të burrnisë këtij kombi brenda Shqipëri dhe në diasporë, do t'ju shkulim nga rrajet për të shpëtuar Shqipërinë nga kanceri i madh. Dhe të gjitha tentativat që po bëni me grupe sorosiane dhe trueza sorosiane të iniciuara nga këlyshët e Sorosit dhe të pushtetit për të bashkuar opozitën, janë të dështuara që në start, sepse ne nuk pickohemi nga i njëjti gjarë për 2 herë. Ne nuk pickohemi nga i njëjti gjarë për 2 herë. Larg duar tuaja të pista ndaj partive të opozitës. Ne jemi opozita e vërtet, ne populli i thjesht, dhe ne nuk jemi kur s'kemi për të rënë në grackën e levave tuaja dhe të levave të Sorosit, dhe levave të Edi Ramës dhe të Sali Berishës, të cilët synojnë bashkë me zagarët e tjerë që flasin nga Europa, opinioniste, analist, në Tiranë dhe në Europë, të cilët kërkojnë sundimin dhe shpartallimin e shqiptarëve nga klani Rama Berisha, siç bëri sot sërish idhtari i Sorosit, dashnori i Ramës dhe i Berishës, Genz Burimi nga Franca, kryetari i lozhës Francës tek Top Channel-i, tek Sidorella, doli sot dhe u tha shqiptarëve se truezat e këtyre sorosianëve janë përralla dhe janë tentativa boshe, duke qenë në një anë me ta. Sepse ai tha, ne nuk mund të bëjmë kod zgjedhor që të hynë shumë parti në parlament. Sepse kjo, sipas sorosianit të Berishës, Genz Burimi, pasionantit të madh që e ka qef shumë analizat edhe Sonila Meço e syrit, të çimit, sorosiani i Burimi, avokati më i madh i Berishës, del nga studio nga mëngjesi deri në darkë, për t'u treguar shqiptarëve se ata nuk e meritojnë një kod zgjedhor dhe se partitë e vogla apo të reja që kërkojnë garanci, kërkojnë shumë. Sepse ne nuk mund të bëjmë një kod zgjedhor ku të ketë 7-8 parti në parlament, apo 10 parti në parlament, sepse Zagari i Parisit ka frikë nga destabiliteti politik në Shqipëri dhe ka frikë se ne mund të pësojmë të njëjtin fat siç pësojnë zgjedhjet në Itali. Italia është demokracia më funksionale në Europë, me gjithë problemet e veta që ka. Për 50 vjet ka pas 50 qeveri, siç ka Kosova, siç ka çdo vend tjetër. Demokracia është demokraci, këlysh komunistësh. Zagarët e Ramës dhe të Berishës ju. Demokracia është demokraci dhe do të vendoset me çdo çmim
Deshet apo nuk deshet ju konet dhe këlyshët e anti-shqiptarit Soros dhe të bishave të tij që i ka mbjell majtas djathtas këtu në Shqipëri. Larg duart nga demokracia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve. Ngrihuni populli shqiptar të kuptoni këto momente historike, po ju bëjnë gropën një grusht zagarash, një grusht anti-shqiptarash, kundër Shqipërisë, kundër lirisë, kundër demokracisë, por që punojnë natën dhe ditën, që Shqipëria të hipotikohet në një marrëveshje kok më kok ndërmjet Edi Ramës dhe Sali Berishës, i pari ta lë çiflikun e Shqipërisë për pasardhësit e tij dhe i dyti ta lërë gjithashtu Partinë Demokratike për pasardhësit e tij. Ky është plani. Unë jam Kreshnik Osmani, për ju që më shihni për herë të parë, do t'ja çirri maskat këtyre zuzarve, të gjithëve dhe të gjitha planet që bëjnë, deri në minutën e fundit. Orrojmë me nder sipër tokës dhe i dalim Zot Shqipnisë, ose mos na qoftë koka më mirë poshtë tokës. Ky është betimi ynë. Kaq për sot, zhvillime të tjera të mëdha janë duke ardhur në vijim, por ju e dini ato vijojnë në numër në aq. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tregtarëve. Natë e mirë për sonte.